Prej datës së 10 është në fuqi sistemi hyrje-daljeve në zonën Schengen. Për të folur mbi procedurat dhe çfarë sjell ky sistem, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Elona Bergi. Zonja Bergi, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje. Mund ta thoni pak më shumë lidhur me këtë sistem? Po. Atëherë nga data 10 prill, sistemi europian i hyrje-daljeve, entry-exit, ESE-ja, në fakt do të thënë ka disa kohë që ka filluar aplikimi i tij, por momentet e fundit është bërë detyrueshëm në çdo pikë kufitare. Nëse më përpara kanë qenë të vendosura këto pajisje automatike të identifikimit biometrik në mënyrë sporadike, tani më janë të vendosura në çdo pikë kufitare, si aeroporte, si porte dhe pika toksore. Ky sistem do bëjë të mundur identifikimin e personave në hyrjen e parë në Europë edhe në daljen nga zona Schengen. Pra bëhet vetëm një herë, nuk bëhet në çdo pikë kalimi brenda Europës. Pasi siç e dim, është lëvizja e lirë e mallrave dhe personave brenda kufive të Europës, të zonës Schengen. Dhe atëherë në hyrjen e parë dhe në daljen nga sistemi dhe nga zona Schengen regjistrohen të dhënat biometrike që janë. Atëherë futet pasaporta në sistem me të gjitha të dhënat e saj, merren shenjat e gishtrave dhe shenja dhe fytyra. Pra një foto e fytyrës dhe e parametrave vizual të personit. Dhe këto regjistrohen. Pra, intimiteti dhe privatësia tashmë mund të themi që ka marrë fund plotësisht dhe në fakt kjo është bërë për ta bërë Europën më të sigurt dhe për të pasur një kontroll më të madh për flukset dhe lëvizjet migratore. Pra, nëse më përpara marrim konkretisht, domethënë çfarë si do ndikojë tek ne shqiptarët. Nëse më përpara arrinte një qytetar shqiptar, shtazat shqiptar, në momentin që kishte një shkelje të afatit të qëndrimit në Europë, që arrihet dekollaj, do thënë, sepse është vetëm 90 ditë mundësi qëndrimi në 180 ditë të vazhdueshme. Gjë që nuk ka ndryshuar. Por zakonisht dhe shumicat e rasteve shqiptarët i kalojnë këto afate, i kanë kaluar. Dhe mund të merrnin një ekspuls dhe gjop në momentin që kalonin në kufi dhe që kishin tejkaluar afatin. Për mungesë dokumentash apo për rrezikshmëri, në varësi dhe të problematikave të ndryshme që kapeshin në momentin e kalimit të kufirit dhe të reflektimit të këtyre shkeljeve. Në këtë moment, çfarë ndodhte? Që shumë shqiptarë kanë aplikuar, do të thënë e vërteta, duke u futur në Shqipëri, kanë arritur të bëjnë një pasaportë të re, apo ka pasur dhe raste që kanë bërë dhe martesa fiktive për të ndruar atë mbiemrin dhe për të ndryshuar të dhënat normalisht në kalimin në sistem. Dhe kështu, shumë raste i kalonin pa u vënë re dhe arrinin të rifuteshin si qytetarë së shtetas të ri në Europë. Tani më për fat të keq, gjithë kjo marrja e të dhënave biometrike automatike, domethënë kjo do reflektohet direkt një ekspuls i mundshëm që ke pasur me mbiemrin e vjetër apo me një pasaportë të vjetër apo çfarë do moment që ta kesh marrë, sepse identifikohet një person ka vetëm ato shenjat e gishtave identifikuese që i ka vetëm ai dhe fytyrën, normalisht tiparet të tëra që identifikojnë personin. Ndërkohë lidhur me, po themi, këtë sistem, kush është benefiti i këtij sistemi dhe për çfarë arsye është futur në, po themi, si lloj sistemi dhe mbi të gjitha çfarë pengese nxjerr ky sistem për ata qytetarë që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian?
Do të thënë që për ata qytetarë që problem i vetëm është për qytetarët që lëvizin pa dokumenta, pra që nuk kanë një vizë, nuk kanë një leje qëndrimi në Bashkimin Evropian. Pasi ata që kanë viza apo leje qëndrimi, edhe ata që kanë leje qëndrimi normalisht kanë dhe dokumenta identifikimi të shtetit evropian ku ata jetojnë dhe lëvizin dhe me një kartë identiteti. Dhe nuk do kenë probleme me sistemin e ri. Kurse problemi vetëm është atyre që kanë problematika të mbartura dhe nuk i kanë rregulluar, nuk kanë bërë një fshirje, kërkesë për fshirje ekspulsi. Apo të paktën ajo këshilla ime është të marrë ose dhe kush ka pas ekspulsi dhe i ka mbaruar afati apo e ka fshirë nga sistemi të kenë me vete një farë dokumenti që merret mund ta marrë tek një avokat apo tek një profesor ligjor apo dhe vetë nëse di ta bëj, mund të marrë, do ta ketë me vete një dokument që të vërtetojë që nuk ka ekspuls dhe kalon lirisht. Ndërkohë në momentin Problematike do i dhe pjesa, problematike do i dhe pjesa e personave që dhe nëse shkojnë për një udhëtim në Europë, humbasin mjetin e identifikimit kryesor për ata që është pasaporta. Apo mund të kenë një pasaport që ka një afat të skadence 3 mujor. Të parët që do ta vënë re këtë problematik janë dhe kompanitë e biletave, që presin biletat, agjencitë dhe ata e bëjnë një kontroll, turistike. një kontroll parështor, por problemi më i madh do jetë që edhe me një lasapasare, që mund të marrësh në konsullat apo në ambasadë, do jetë problemi i lidhjes me të gjitha të dhënat biometrike dhe aty gjithmonë të ketë nevojë në këto raste për një verifikim të dytë, një rikontroll nga një punonjës i policisë kufitare. Pra, jo çdo gjë mund të bëhet automatike. Automatike flasim në momentin që ti ke një dokument biometrik dhe presupozohet që duhet ta kesh të detyrueshëm për të lëvizur. Ndërkohë, si është procedura e regjistrimit të shenjave të gishtë-rinjve, po themi në pikat kufitare, pra ti mund ta kryesh vetë, është lehtësisht e kryer vetë nga individi, do kesh asistencë? Është e thjeshtë procedurë, momentalisht nga që janë në fazat, jemi akoma në vitin e parë të aplikimit të këtij sistemi, siç e tham, gjithmonë gjendet dikush, një person, janë për shembull 5-6 kompjutra te momenti që ti zbret nga avioni, janë 5-6 kompjutra që të presin dhe është një apo dy persona që lëvizin nëpër kompjutra aty ku është e nevojshme aftësia e tyre për të vepruar dhe për të ndihmuar. Shqiptarët, e kam bërë edhe eksperiencë personale, kanë një tentativë për t'i bërë skip, për ta anashkaluar pajisjen, sepse pajisja nuk ka gojë, nuk të rret afro si të rret një policë kufitar dhe mendojnë se nuk është e detyrueshme dhe në momentin, sepse fazat e para ka qenë prezent dhe pajisja, pas disa metrash ka qenë prezent dhe polici kufitar. Dhe në moment që ka vajte polici kufitar, nuk i ka dalë policit e regjistruar tek pajisja e automatizuar, i ka kthyer mbrapsht. Domethënë që të bëjnë këtë regjistrimin me gishta dhe me tipare. Elona, po polici kufitar do jetë akoma prezent apo thjesht do jetë pajisja që ti do bësh pjesën e kalimit në mënyrë automatike? Po ja, janë disa raste që ai do jenë më të reduktuar në numër, por them se prezenca do jetë e domosdoshme se jo çdo gjë mund të zgjidhë një pajisje. Si dhe thjesht për faktin që të drejtoj tek pajisja dhe të tregoj mënyrën se si duhet çfarë duhet të bësh si të aplikosh në pajisje. Se janë ca gjëra dhe elementare, po mbase mosha e treta apo do të thënë e Shqipërisë që nuk kanë qenë të aq të edukuar dhe në lëvizshmëri apo të dalin jashtë shtetit, janë ata që kanë gjithmonë më të vështirë, ndonjëherë kanë të vështirë të gjejnë edhe gate-in. I kemi provuar të gjithë, i kemi parë të gjithë. Jo më të përdorin, kanë të vështirë të përdorin dhe telefonin dhe celularin, jo më të përdorin një pajisje e fundit të shkencës, siç është pajisja që është vënë për të marrë shenjat biometrike të personave.
Kemi parë që pas hyrjes, po themi në gati 28 shtete në fuqi të sistemit, të detyrueshëm të sistemit të hyrje daljeve, ka pasur radhë të gjata nëpër aeroporte, e kryesisht në zonën në shtetin Italis, ku ka pasur mjaft qytetarë që edhe e kanë humbur këtë fluturim. Pra, cila është këshilla juaj, sa para duhet të jenë në aeroport? Këshillat e mia janë që kryesore është të kenë një dokument të vlefshëm identifikimi dhe kryesorin që është pasaporta. Të jetë në gjendje të mirë, mos të ketë dëmtime, pasi pajisja identifikon si problematik, kthehesh mbrapsht. Dhe kthimi mbrapsht nuk është në Shqipëri, kthimi mbrapsht është ke vajtur në shtetin tjetër, do të presësh biletë tjetër, janë shpenzime shtesë kostësh, dhe sidomos vajtja shumë para kohe krahasimisht me si vehej më para hyrjes në fuqi të këtij sistemi. Se vetë, domethënë sa të mësohen njerëzit dhe të krijohet një ide e përdorimit, herë e parë, herë e dytë, më fal, do jetë problematike, pastaj them se duke u mësuar dhe do jetë më e kollajshme dhe gjërat do ecin më shpejt. Mbase as vetë institucionet që kanë vendosur këto pajisje nuk e dinë dhe numrin fiks për shembull të pajisjeve apo të fluksit të personave që do kalojnë në atë moment, dhe pajisjet mund të jenë më të pakta se sa numri personave që ka hyrë për identifikim, dikush di ta përdori, dikush s'di, dhe normalisht vonesat do jenë më të gjëra se ç'kanë qenë. Ndërkohë regjistrimi do jetë çdo 3 muaj dhe do kërkoj të dhëna shtesë, pra se më përpara ne kur shkonim në aeroport kërkonin se sa lekë ke me vete, pra do eliminohet kjo burokracia? Atëherë asgjë s'ka ndryshuar në fatet e qëndrimit në Europë, që janë 90 ditë në 180 ditë. Kjo është taksative, që mund të rrish pa vizë dhe pa leje qëndrimi. Dhe asgjë s'ka ndryshuar dhe në justifikimet dhe provat që ti duhet të kesh në momentin e kalimit. Për shembull, je turist, po vete për turizëm, duhet të kesh patjetër një prerje të biletave vajtje-ardhje dhe rezervimin e hotelit, dhe të justifikosh mjetet ekonomike dhe vlerën ekonomike, të kesh një vlerë ekonomike që të mbulosh shpenzimet e tua në atë udhëtim. Apo garanci nëse të pret dikush tjetër, apo letër ftese nëse të pret dikush tjetër. Këto janë taksative dhe janë kërkuar dhe do kërkohen sërish. Dhe regjistrimi nuk është një herë në 3 muaj, por regjistrimi është sa herë hyn dhe del nga Europa, shënon çdo hyrje dalje. Dhe nuk do ketë më vula manuale në pasaport, por vula do jetë elektronike, sepse do jetë një sistem që do t'rregojë dhe do jap informacion të saktë sa herë kalon, sa herë ke hyrë dhe sa herë ke dalë nga zona Schengen. Jo, e kam fjalin për regjistrimin që do bëhet shenjave të gishtimeve dhe të marrjes fytyrës. Do jetë sa herë që hyn dhe del? Po. Hyrja e parë dhe dalja e fundit nga Europa. Mirë, faleminderit shumë Elona. Nëse lëvizim brenda Europës, nuk ka regjistrim. Nuk ka nevojë. Domthonë përveç kontrollave sporadike që mund të jenë në momentin që të ndalon një oficer imigracioni. Por, që mund të ndodhi edhe në aeroport, mund të ndodhi edhe në rrugë të kontrollohesh, por ajo që është e detyrueshme dhe regjistrimi i kësaj lloji natyre bëhet në hyrjen e parë në zonën Schengen. Faleminderit shumë Elona për intervistën dhe gjithë informacionet që përcjelluam me mua në VIP Magazin. Ishte kënaqësi. Faleminderit.